Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim Engjëllin e Zotit. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shetja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërptoria e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shetja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banojmë ndër ne. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shetja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënë po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat e purgatorit. Atyën që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shetja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, dhe i shndrej drita e pambaruar. Pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, po vazhdoj me lutjen e orës së mesme. Sot kisha përkujton Shën Qirilin Morg dhe Metodin i Peshk, pajtor të Evropës. O hyjmë eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni orës së 6. Mbreti fort hyj vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen mes ditën. Shuaj flakët e shamatave, flakë zjarin e dëmprorësve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe ti birë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretronin ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Më prio Zot udhës së urdhërimeve të tua. Psalmi 119. Ma trego Zot udhën e ligjeve të tua, dhe unë do ta mbaj gjithmonë. Më jep kuptim që ta mbaj ligjin tënd, e do ta zbatoj me gjithë zemrën time. Më pri udhës së urdhërimeve të tua, sepse në të e kam kënaqjen time. Prirë zemrën time drejt urdhërimeve të tua, e jo drejt lakmimit të pasurisë. Largoj sytë e mi të mos e shohin kocsin, më përtri në udhën tënde. Plotsoja shërptorit tënd premtimin tënd, qua dhe atyre që të druajnë. Më shpëton nga çnderimi që aq fort i trembëm, sepse gjyqet e tua janë të mrekullueshme. O sa fort i dua urdhërimet e tua,
me përtri në drejtsin tënde. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Më prijo, Zot, udhës së urdhërimeve të tua. Antifona e dytë. Kush e kërkon Zotin do të ketë çdo të mirë. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi i të drejtëve. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi ti. Shpirti im mburret në Zotin. Le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja ky skamnore thirri në ndihmë e Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngre llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shenjtrit e tij, su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri, ata që kërkojnë Zotin do të kenë të mirë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Kush e kërkon Zotin do të ketë çdo të mirë. Antifona e tretë. Fytyra e Zotit është mbi ata që e kërkojnë paqen. Pjesa e dytë e Psalmit 34. Eja një o bie më dëgjoni, do t'ja u mësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë të shumta për të gëzuar të mirat? Rrudhë gjuhën tënde prej së keqës, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqës e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiq atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e tia dëgjojnë ofshamat. Fytyra e Zotit është kundër pakqive, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjatë atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt grirët. Sa do të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti. Zoti ruan e shtrat të tyre, asnjë prej tyre nuk do të thyhet. E keqja e vet do ta vras bakeqin e do të paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërptorëve të vet, nuk do të ndëshkon ata që shpresojnë atë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Fytyra e Zotit është mbi ata që e kërkojnë paqen. Leximi i shkurtër i orës së 6 krahasojmë letrën e parë të Timoteut. E falenderoj atë që më dha fuqi, Krishtin Jezus, Zotin ton, pse më çmoi të besueshëm, duke më thirrur në shërbesë. Nuk më vjen tur prej ungjillit. Ai është fuqia e hyjit për shëlbim. Të lutemi. O hyj, ti i ktheve në Krishtrin popujt slav me anën e dy vëllezërve, Shënqirilit e Metodit, bëj që zemra jonë të jetë gjithmonë e hapur për fjalën e së vërtetës sate, që të jemi gjithë populli yt i shenjtë, që përkon plotësisht në fenë e vërtetë, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.